Hadithi 13 është s'ke iman pa I dashur Allahut atë që ja don edhe vetës. An Abi Hamza Anas bin Malik radiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Abu Hamza Anas ibn Malik, Allahu qoftë I kënaqur me të, përthjell se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjëri prej jush nuk beson plotësisht derisa t'ia doj vëllait të tij ato që ja do vetës. Me thonë edhe më shkurt shqip, nuk ka besuar askush prej juve derisa ta don për vëllaun e vet ato që ja don edhe për veti. Hadithin që në Buhariu dhe Muslimi. Në arabisht, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Pozita e hadithit tek selefi është se Ibn Rexhepi, Allahu më shëroft, thot ky hadith është bazë që tregon në çështjet e dashurisë dhe marrëdhënieve në mes besimtarëve të cilët duhet me pasën besimtarët mes njëri tjetrit. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma la yuhibbu li nafsi. Nuk ka besuar askush për juve, ose nuk ka iman të plot askush për juve derisa ta don për vëllaun e vet, për dikon tjetër për besimtarëve. Është thënë në hadith vëllau vet, është që se besimtarët, siç tha Allahu në Kur'an, me të vërtetë se besimtarët janë vëllezër mes njëri tjetrit. Por me dash për dikon tjetër për muslimanëve ato se çka ja don ti vetës. Kuptimi I përgjithshëm është se hadithi nuk e mohon imanin krejtësisht, as nëse ti nuk ja ke dashur mirën dikujt, atash ti ke dalën për imanit, nuk do të thotë kjo. Nuk do të thotë se nëse ti ja ke dashur të keqen dikujt edhe se ke dashur për të mirë diçka, ti vetë se s'kimo iman. Jo, nuk është hadithi I kuptimësia e hadithit nuk është kjo, por se e mohon përsosmërinë e imanit. Nuk I iman të përsosur, nuk I iman të plot. Pse nuk I iman të plot? Se në zemrën tënde e ke përzije me diçka tjetër. Çka është diçka tjetër? Çka është inati edhe urrejtja të cilën ti e ke. Që kena thonë që këto të dyjat e dobësojnë zemrën e besimtarit. Kur ti ke zemër të pastër, zemër të qiltër, zemër të përsosur, nuk ekziston këtë zemër, nuk ekziston në gjoksin tënd çështja e urrejtjes apo e inatit me dikon tjetër, e sidomos me dikon prej besimtarëve. Porse hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se asnjëri prej juve nuk beson plotësisht, është çështja se me përthos imanin ton secili prej neve. Me arritën përthosmërinë e imanit që kena thonë, përthosmëria e imanit është grada e ihsanit. Që me adhuru Allahun subhanallahu sikur se ti po e sheh ato, edhe pse ti nuk e sheh, por se ai që ty kjo është përthosmëria e imanit, ose përthosmëria e zemrës. Një zemër e pastër, një zemër e qiltër, një zemër larg urrejtjes edhe inatin që e ka për tjerë. Ibn Taymija, Allahu më shërof, thot: të duash për të mirën që është e lejuar dhe e dobishme në fe dhe në dunja. Me ja dashën të mirën dikujna në ato të cilat janë halal, në ato të cilat janë të lejume, në ato të cilat I bojnë dobi atina në dunja, në ato të cilat I bojnë dobi atina edhe diçka në fe. Shembull, me I dhon një këshill diçka e cila e këshillon nëse është e bën një vepër për gabim, me e këshilluar që nuk bën me e bë ato. Nëse është me një punë jo të mirë, më munua që ti më gjet një punë tjetër e cila është më e mirë për ato. Nëse një adhurim është duke e bë gabim, ti më I kallëzua se që kjo nuk bëhet në çet mënyrë. Ose nga një herë me e nxitë, nëse nesra për shembull është e hënë ose e ajtë, është ditë e mirë, është sunet me agjërue, më ja kujtu që me agjërue, ose më ja kujtu që me dhon sadaka, ose më ja kujtu që me I fal 2 rekate, që I bojnë dobi atina në fe. Pastaj, nëse ai ka defekte diçka, në sjelljen e tina, në fjalorin e tina, në përgjithësi në veshjen e tina, në veprat që I bën ai, ti më e këshillu që më u largu prej saj, çdo herë me kuptimsi dhe me mirësjellje. Në dunja është që ti më I dashur diçka të mirë për kësaj dunjaje, atina që hyn të çështja e punës, të çështja e shkollës, në çështje dunjavie, e të gjitha këto është kur ti ja don të mirë atina njëjtë, diçka që ti e don për veti, me dashur edhe për dikon prej besimtarëve. Pavarësisht, edhe kjo është shumë normale që kjo është diçka e rëndë për më u arritën. Në e thonë që mi a dosh dikujna për besimtarë ato që ka don për veti, e thonë let me gojë, por se ndoshta me veprue këto me veprat tona është pak e vështirë.
Pse se çështja e jetës që jetojna na, dinamika e jetës që na e bojna, e bjen që me pas inati, sidomos besimtarët me një tjetrin. Filani e buni kështu, pse ai me krye këtë shkollë, pse ai me bleje këto, pse ai me arritën këtu, edhe monomi që të inatin me pasën të keq, se kemi dy lloje inati. Inati i keq, i cili është inati i keq me patan ato ma keq, më munu me ul ato, me poshtru dhe me nënçmu ato, edhe inati tjetër është që ti e shtin vetën tonë në inati, edhe munohesh pastaj me mu bu edhe më i mirë, me kalu ato në vepra të mira, ose me kalu ato në dituri, Allah na bof prej këtyre. Çështja ku thotë Ibn Timia që mja dosh të mirë atina në gjërat e cilat janë të lejume në çështjet e fejes, edhe në çështjet e dinës, është mja dosh atina edhe të mirën fetare, por edhe të mirën materiale, që është çështjet materiale janë çështje të dunjajës. Pastaj, ku e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashuria çdo herë nuk është vetëm çështje e ndjenjes të cilën ti e kije për dikon pe besimtarë, për dikon pe njerëz pavarësisht, por se është veprimi, çka ti vepron me ato, mënyra se ti çysh vepron me besimtarët në përgjithësi, mënyra se ti çysh sjellesh me ta, çfarë sjellje ke ndaj muslimanëve, edhe sakrificat që ti e bën për ta. Që kjo është që ti mja dashën të mirën dikojna për besimtarëve, njëjtë sikurse e don edhe për veti. Në sjellje, në veprim edhe në sakrificë. Shumica prej neve që të vepër tash e kena larguar prej vetës tonë, prej zemrës tonë. Filani prej besimtarëve ka nevojë për me ndihmuar diçka. Abe, i kam 100.000 punë në të mia, s'kam vartën e më marrë me të. Ape, as të shek farkujnë ato jetu, jo çmimet, jo kjo. I gjenë 100.000 arsye, edhe nuk kena vakt për më ju gjinë në diçka atina. Ndoshta ai ka nevojë veç për me ngushëllue me një fjalë të mirë ti. Ndoshta ai ka nevojë që ti veç m'ia kushtu 1 orë ose 2 orë në ditës me nejtën me ta. Ndoshta ai ka nevojë që ti për një me i ndihmu diçka fizikisht, nëse ti e din një punë, edhe nuk i ndihmon atina, cila është sjellja këtu, cila është sakrifica ndaj muslimanëve. Na, shumica prej neve, veprimin ndaj muslimanëve tjerë, sjelljen ndaj muslimanëve tjerë, edhe sakrificën ndaj muslimanëve tjerë, këto hadithe edhe këto argumente na bin vend veç kur kena nevojë për veti. Kur kena nevojë na vet, i dina ajete që ka thënë Allahu subhanahu wa taala për besimtarët në Kur'an, i dina hadithe që na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na bin mend ndoshta edhe këtë fjalë të dietarëve të cilët i kena dëgjuar një herë, pse unë kam nevojë. A kur kiti nevojë, unë këtë këto i harroj. Përse a vetë ka nevojë kjo shkamin punë mua ajo, shkamin intereson mua ajo. E që kjo nuk është islam. Që kjo nuk është fe. Që kjo nuk është pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse pejgamberi sallallahu ka dalë natën për shtëpies vet. Edhe është sill në rrugët e Medinës me shikuar se a ka dikush për besimtarët të Medinës që po ankon diçka. Ta s'po themi që na me shkuhen çet grad me dal tash në rrugët e qytetit tan, edhe me kry dikon për besimtarë se a ankon diçka ajo, se ajo grad diçka shumë e nalt. Po të paktën që tu në xhami më e nalën një vallë me vet. Mos e ka një dert, mos e ka një hall që ti mundesh mira krye, mos mundesh ti një punë mira krye atina. Nga një herë veç një fjalë thonë, a besoj letë është kaluar edhe kjo i mjafton dikujt. Veç një fjalë më thonë, mos e stresave vetën aty, shka pe merr shumë nga zemrës, kaluat edhe që kjo unë e kom pas edhe më aron. Mundesh mi shtu diçka për fjalë që ja largon atina këtë breng. Mjafton që kaq. Po na nga një herë as që ta nuk e bujna. Vina e falmi namazin, japmi selam dhe shkojmë te shtëpia. Kjo është obligimin që ndaj Allahut subhanahu po e kryen, kjo është shumë në rregull, është këtë normale. Por se kemi edhe obligime edhe ndaj atyre të cilët na jetojmë me ta. Edhe e kemi një shoqëri me ta, e kemi një vllazillak me ta. Prandaj llojet e dashurisë që të cilat ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe dietarët është dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala. E që kjo është dashuria më e lartë. Innamal mu'minuna ikhwa, patyshim se besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit. Edhe kjo është pse janë vëllezër, se ata kanë dashuri për hir të Allahut subhanahu wa taala. Jo dashuri për interes. Jo me e dashën dikon veç kur e kini interes dynjajës. Unë rri me këto derisa këtë më kryen mua do punë. Unë rri me këto derisa këtë më mëson mua do sene. Unë rri me këto veç kur ti ki nevojë. Dashuria për Allah është edhe kur ti ki nevojë, po edhe kur ai ka nevojë. Po edhe kur asnjëri s'ka nevojë, edhe prapë rreni bashkë për hir të fesë, për hir të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj
Dashuria për i Allahu subhanahu është kjo të cilën e ka përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, asnjëri prej juve nuk beson plotësisht derisa t'i doj vllaut të tij ato që ai e don edhe për veti. Edhe tjetra është dashuria natyrore. Dashuria natyrore është çështja të cilën ti e ke në familje. Fëmia e don prindin, e don vllavin e vet, e don miqjen e vet, e don dikon për familje, pse se të lidh gjaku me ta, të lidh familja me ta. Edhe kjo është dashuri natyrore. Ose dashuria për pasurinë se çka e cila nuk është e livdueshme te pjesa dërmuese dietare. Çka duhet me bëu ndaj njëri tjetrit? Ose si duhet me usin ndaj njëri tjetrit? E para është me udhëzue dikon. Nëse ti e din një diçka prej fejes, më munue edhe me udhëzue ato. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam beliguani walau aya. Transmetojeni prej meje qoftë edhe veç një ajet, veç një hadith. E shef që dikush prej njerëzve të cilët ti po e njeh dhe po rrin me ta, nuk është të ke fal namazin, nuk është për atyre që vjen shpesh në xhami, e bën një vepër të keqe, mundohu që kadal gradualisht ti me i fol atina në çet aspekt, edhe më munduar me afru me Allahun subhanahu wa taala. Më munduar me afru me Allahun subhanahu. Tjetra është me pasur një sukses qoftë në dunjë, qoftë në fe. Ç'kjo është me ndihmuar, sakrificat e cilën ti e bën. Me pasur sukses edhe në shkollat që ku mëson, me pasur sukses edhe me një punë me arrit një pozitë edhe më të lartë. Edhe kjo është sakrifica që ti e bën ndaj dikujt prej besimtarëve, ose ai me pasur sukses edhe në çështjet e fejës. Është ina të shpjegoj hadithe, e njefti dikon që nuk vjen nuk prezanton hadithe ferre. Vjen ai edhe ndoshta një fjalë të cilën na mundna me e përmend gjatë komentimit, ndoshta ai për çato ka pas nevojë. Ndoshta ai për çato ka pas nevojë. Ti nuk e din asnjëherë ku është hajri. Ti nuk e din se për cilën vepër Allahu subhanahu wa taala ka mështie ty në xhenet. Ndoshta një fjalë të cilën bëmi sebeb për udhëzimin e dikujt, pejgamberi sa mi tha Aliut radhiyallahu anhu, nëse ti bësh sebeb që me udhëzu dikën fe, gjatë tan jetës sa ka me bëj vepra që më pasur atë shpërblime, pa ju paksu atina asgjë. Edhe tjetra është me pasur mirësi në jetën e të dyve. Me qenë bashkëpunues. Me bashkëpunuar me njëri tjetrin. Qoftë në çështjet e dunjës apo qoftë në çështjet e ahiret. Pse muslimanët sot, shumica e muslimanëve janë të përçarë? Pse muslimanët sot i ndahen në grupacione për shkak mos bashkëpunimit me njëri tjetrin. Bashkëpunimi në mirësi. Tha Allahu sa në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Edhe bashkëpunoni, ndihmojeni njëri tjetrin në devotshmëri, edhe në punë të mira. Edhe mos bashkëpunoni me tjetrin për gjinohe edhe për punë të këqija. Është ajet kuranor, është rregull i Kuranit ku Allahu subhanahu wa taala të ka porositur ty dhe të ka obliguar që me dikën tjetër prej besimtarëve ti me bashkëpunuar në hajër edhe në çështje të mira, edhe me ndaluar prej këqija. Se Allahu subhanahu wa taala i përmend cilësitë e njerëzve të sinqertë, e besimtarëve të sinqertë në Kur'an thotë, janë ata të cilët ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, janë ata të cilët urdhërojnë për të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. La ikraha fi din, nuk ka dhunë fe, nuk mundna na dikon me imponu, nuk ka imponim fe. Edhe nëse ti ja thu dikujt një hadith, një ajet, ti e kryen tondën, e ke kryer obligimin tënd. Pastaj çështja e tina mbetet te Allahu subhanahu wa taala. E jotja është që ti me hek obligueshmëri, mi tregu, vllai i dashur, Allahu subhanahu wa taala ka obliguar ty me namazin, të ka obliguar ty me agjërimin, të ka obliguar me këto, të ka ndaluar për kësaj vepre, edhe ti e ke kryer tonë. Nesër para Zotit, ai ka më dhënë përgjegjësinë vet. Nuk mund të më thonë, vallahi hoxha atje, venhari atje e ka ditën pas ma ka kallëzuar. Me gjetën arsye për Allahu subhanahu. Jo, ai ma ka kallëzuar, po unë vet nuk kam punuar. Ja, ai na ka shpjeguar, po na vet nuk kena punuar. Ose filani te puna, kolega jam te puna, nuk ma ka kallëzuar që ajo falke, po mos më ka thonë. Ja, ti të paktën ti thuaj, hey, është namazi, hajde. Edhe ti e hek obligueshmërinë për veti. Duke nisën për illa ikraha fi din, se nuk ka imponim në fe. Na kërkon nuk e imponojna. Na i tregojna çështjet e cilat janë obligim, edhe çështjet e cilat janë ndaluar. Pastaj njeriu është përzgjedhur dhe din se cila është e mirë për veti, edhe din se çka më vepru, sepse është i lirë. Allahu subhanahu wa taala ka krijuar ashtu. Çka nuk përfshihet këtu? Ti më ja dashur gjinohen dikujt tjetër. Me dashën që dikon për besimtarëve me pa në vepra të këqija. Me dashën që dikon për besimtarëve me pa në gjinohe. Që kjo nuk është pjesë e hadithit. Edhe me dashën pa drejtësinë, me ja dash zullumin atina. Me tradhtu ato, me mashtruar
ata me i bëhet pa drejt atina, më munue me përqeshën në publik, më munue me nënçmue para tjerëve, që kjo nuk është pjesë e hadithit. Përkundrazi, kjo është e kundërta e sana. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asnjëri prej juve nuk beson plotësisht derisa t'ia doj vëllaut të tij ato se çka e don për veti. Pastaj hadithi çdo herë lufton xhelozin të cilën e kanë njerëzit mes njëri tjetrit, egoizmin, egon e madhe të cilën e kanë mes njëri tjetrit, edhe urrëtitjen. Thot Ibn Kaimi, Allahu më shëroft, zemra nuk pastrohet përderisa të pastrohet nga xhelozia. Nuk mundet me qenë zemër e pastër derisa ta heq që po themi xhelozi secili prej njerëzve ka. Inati secili prej njerëzve ka, dhe kjo është çështja e natyrshme e krijimtarisë tina, por me e shfrytëzue inatin e tina edhe xhelozinë e tina për diçka të keqe. Prandaj thot Ibn Kaimi se zemra nuk pastrohet derisa ajo të pastrohet prej xhelozisë, e që e ka kuptimin me heqën xhelozinë, urrëtitjen dhe zilinë e keqe që i bën dëm tyje edhe i bën dëm edhe tjetrit. Pastaj hadithi neve na tregon se hasedi, krenaria e madhe, apo mendjemallësia e madhe, edhe dashuria për dynjë janë prej veprave kryesore që e shkatërrojnë zemrën e robit. Wala tamshi fil ardi maraha. Edhe mos ec në tokë ti me mendjemallësi. Ti as nuk mundesh me i ngritën malet, as nuk mundesh me e çajë tokën. Që ky je njeri. Që kjo është njeri. As nuk mundesh me i çu malet e nalt, as nuk mundesh me e çajë tokën. Që ka që i dopt është njeri. E kena përmend në hadith që kur krijohet pini pikës të ujit, pika e ujit që e obligon guslin, që kjo është njeri, që kjo është insani. Pastaj del prej 2 organeve gjenitale, njëherë prej babës, pastaj prej nonës, që kjo është njeri. Edhe ti tana ki mu bo mendje madh, edhe ti tana ki me kallëzue veten që kush jam une, kush jeti. Nëse kthehesh në fillim, kthehesh te një pikë e ujit e papastërt që e obligon guslin. Që kjo është çështja e insanit. Andaj do të më qenë robi me ditën vetë vlerën e tina. Thot Abdullah ibn Mas'ud, Allah e ka mëshiruar atë person i cili ja din kadrin vetës, ja din vlerën vetës vet, ja din fuqinë vetës vet. I robi Allahut, qëndro robi Allahut. Qëndro robi Allahut, edhe mos i the urnat e Zotit në tokë. Prandaj shembull praktik janë që kur ta dosh dikën tjetër me ja dosh suksesin edhe në dynjë, po edhe në fe. Kur ta lësh që Allah do suksesin këtë shkollë, këtë punë, edhe Allah të ozov në rrugën më të mirë, në siratën mustaqim që është rruga e drejtë, rruga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi na tregon neve edhe nivelet e njerëzve. I dopti çdo herë mendon veç për veti. Mendon veç për veten e vet. Ku ti bjen mirë atina, që aty ai mundot me bashkëpunu me ty. Ku ti bjen mirë atina, e këshir veç interesin e tina. Tjetëri mundohet që mos me dëmtue as ty. Përveç se e këshyr punën e vet, mundohet që mos me dëmtue as ty. Por këto të dyjat nuk e kena përësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po e kemi për çështjen që me dash mirën vetës tonde, por të njëjtën me dash edhe tjerëve prej besimtarëve. Që kjo është imani përsosur apo ihsani, grada më e lartë që arrin robi te Allah subhanahu wa taala. Sa herë që i mësojna hadithet e Nevevijit, mundohemi që hadithin të cilin e mësojna me përshtatën edhe me hadithet që i kena mësu dhe i tash. Pse? Se këto e kanë lidhjen e mes veti. Asnjëri prej juve nuk beson plotësisht derisa t'ia doj vëllaut të tij atë që e don për veti. Hadithi lidhet me hadithin e 7 që është këshilla. Që është hadithi, kjo fe është këshill. Përkono i dërguari i Allahut, për Allahun, për librin e tij, për të dërguarin e tij, për udhëhecjen e besimtarëve edhe për njerëzit në përgjithësi. Pastaj është hadithi me hadithin e 12 që më elon. Da ma la yuribuka ila ma la yuribuk. Me elon ato të cilat ty nuk bën dobi ose që është e dëshën, kundrejt asaj që nuk është e dëshën, që është hadithi 11. Hadithi 12 është min husnul islami al-mar'i tarkuhu ma la yani, që prej sjelljes së mirë të robit është me lënë ato që nuk i intereson atina. Edhe hadithi 13 që jena duke mësuar sot është dashuria apo bashkëpunimi me të tjerët në të mirë. Hadithi e kërkon prej neve pastrimin e zemrës, edhe pse njëjtën këshill e kena përmend te këtë hadithe që kena mësuar deri tani. Pastrimin e zemrës, sepse robi nëse nuk e ka zemrën e pastër, sado në të mëson kapitull për fejes, nuk i bojnë dobi atina. Zhdukjen
e urrejtjes edhe zilijes duke i largu prej zemrës, edhe me u kon robi i sinqert, me pasën sinqeritet plot. Pastaj, hadithi e vendos dashurinë e sinqert mes besimtarëve, vëllazërinë në islam edhe luftën kundër urrejtjes të cilën e kemi çdo njëri prej neve. Thot Hasan el Basriu, nuk je besimtar i vërtet derisa të mos duash për njerëzit ato që ti e don edhe për vete. Që kjo është çështja e islamit, që kjo është çështja e besimit, që kjo është porësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që çdo herë na mëson neve që jo më kon për njerëzve që menojnë veç për veten e vet, jo më kon për njerëzve që këshyrin veç punën e vet, që këshyrin punën tonë dhe mos të përzin te i tjetri, por se ato çka e don për veti, duaj edhe tjetrit. Nëse ty Allah sa të ka begatu me diçka, lutë që Allah me begatu edhe tjertë, edhe mos i këshir asnjëherë me përqeshje. Ka për njerëzve që përmend Ibn Kaimi se dikush i cili çohet me fal namaz natën i këshir tjertë me përqeshje të cilët janë gjumë. Por se nuk e din ti se ndoshta ai i cili është në gjumë ka pozitë më të madhe te Allahu subhanahu taala se aty i cili e bën çet vepër. Sepse këtu lidhen të çështja e zemrës parsës edhe të çështja e sinqeritetit se sa jemi të sinqert në fenë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj hadithin e gjuhën arabe transmetohet prej Ebi Hamza Anas ibn Malik, i cili ka qenë edhe shërptori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besu askush për juve përderisa të doj për Allahun e vet atë se çka e don edhe për veti, e shënon Buhariu edhe Muslimi.